ai ka qenë një burr i mençur etj, por kuptohet që domethënë nga ana tjetër të godasësh, të vrasësh një plak 86 vjeç, sa mund të jetë është një akt më tepër simbolik se sa një gjë që do të ndryshonte në mënyrë themelore në qëndrimin e Paris, le të themi iraniane që është në pushtet tashmë. Nga ana tjetër flitet që po të kalojmë çik, domethënë në një drejtim tjetër, flitet që CIA po inkurajon dhe po armatos tash së fundi kurdët në Irak për të inkurajuar ata të fundit që të futen në luftë me regjimin e Iranit, pra të fillojë një luftë toksore, domethënë jo vetëm me aviona bombardime, gjë që do të destabilizonte situatën në vend për të ardhur për të ndruar pushtetin e Ayetullahëve. Por kjo tregon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndërmend vetë të futen me forca e veta, pavarësisht se presidenti Trump deklaroi që është e mundshme një gjë e tillë, por edhe në të shkallë të tanishme, humbjet amerikane janë më tepër se sa ata parashikonin dhe mund të bëhen akoma më të mëdha, sidomos ato materiale, por regjimi i Ayatullahëve nuk ka të ngjarë që do të shëmbet aq kollaj sa që duke amerikanëve dhe izraelitëve. Zoti po nga ana tjetër, si po përballen ndërkaq edhe vendet e Gjirit Persik me këtë konflikt? Po vendet e Gjirit Persik janë pre situatës, sigurisht. Dje, gjithë ditën, domethënë dhe pardje, presidenti Putin telefonoi të gjithë udhëheqësit e Gjirit, duke përfshirë dhe princin saudit, mbretin e Bahreinit, mbretin e Kuvajtit dhe presidentin e Emiratëve të Bashkuara Arabe. Dhe në të gjitha këto bisedime kuptohet që u dënua sulmi izraelito-amerikan nga njëra anë, nga ana e rusëve, por edhe u nënvizua domosdoshmëria e ndalimit të menjëhershëm të dhunës së forcës së bombardimeve dhe mundësia për të rënë në ujdi, për të ndaluar luftën, sepse situata po përshkallëzohet në një mënyrë të frikshme dhe të rrezikshme. Dhe përsëris gjithashtu që për Rusin kjo situatë e frikshme e rrezikshme paradoksalisht është e leverdishme pasi kur janë goditur për shembull ato rezervuaret e pashtershëm të gazit dhe nga ku një pjesë dërmuese të këtij gazi furnizohej edhe vetë Europa. Kjo tregon që në një të ardhme të afërt ndoshta Rusia do të rikthehet të luajë një rol më të madh në tregtinë botërore të naftës dhe gazit, gjë që tashmë e kanë limituar sanksionet. E qartë. Zoti po nga ana tjetër kur shtetet ndihen vërtet të rrezikuara, ato kërkojnë edhe garanci dhe ndonjëherë garancia i shuhet ndoshta edhe armë atomike. Mendoni se i gjithë ky konflikt po e shtyn ndoshta rajonin drejt një gare të re armative bërthamor, do ta quaja? Po fakti që se si po e pson Irani tregon që në qoftë se Irani do të ishte Korea e Veriut, në kuptimin e zotërimit të armës bërthamore, me Iranin nuk do të bënte shakakush duke sulmuar në këtë mënyrë. Nga ana tjetër, domethënë nga ana logjike, nga ana mund të mendosh që Irani ka të drejtë të ketë armën e vet. Pse e ka Izraeli dhe mos ta ketë Irani, ta ketë Pakistani apo India dhe mos ta ketë Irani. Pra, nga njëra anë është drejtë kjo çështje domethënë nga ana e Iranit. Nga ana tjetër, Irani deklaron që ai nuk ka pasur armë bërthamore, nuk disponon, pavarësisht nga deklaratat e amerikanëve, nuk ka pasur qëllim domethënë rritjen në pasurimin e uraniumit etj, por vështirë të besohet nga domethënë ato deklaratat iraniane, sigurisht që Irani përpiqej me sa sukses nuk dihet, po përpiqet të kishte një armë bërthamore, për momentin nuk e ka. Dhe vërtet është që nuk i dihi pastaj në qoftë se Irani do të kishte armë, do të zotronte armë bërthamore, nuk i dihi se ku do shkonte fati i kësaj lloji lufte. Pra, domosdoshmëria e madhe e gjithë globit dhe përgjegjësia e madhe e superfuqive që disponojnë tashmë armat bërthamore është mos përhapja e tyre dhe për asnjë lloj mënyre, me asnjë lloj lozongu politik apo geopolitik, geostrategjik, të mos përhapin armët bërthamore në vendet e tjera. Pastaj, sepse regjimet ndrohen
domethënë edhe posedimi i armëve bërthamore mund të bëhet shumë i frikshëm që mund të jetë dhe fillimi i shkatërimit të gjithë globit. E qartë, nga ana tjetër, zyrtarë izraelit kanë lëshuar dhe një paralajmërim të rreptë se pas Ayatollah Khameneit, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të jetë objektivi strategjik i radhës. Si e shihni, mendoni se është Erdogan realisht objektiv ushtarak apo nga ana tjetër ky është edhe një presion politik dhe a mundet që të zgjerohet lufta drejt një përplasje Izrael-Turqi? Nuk besoj që kjo është një demagogji. Presidenti Erdogan është një politikan shumë i zgjuar, shumë i aftë me përvojë të jashtëzakonshme që të mënjanojë një rrezik konfrontimi me Izraelin. Për më tepër që le të themi arbitri është ai që dihet, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk do të lejonte kur një konflikt mes dy aleatëve të vet, pasi mos harrojmë që Turqia është një vend i NATO-s, dhe atëherë çfarë i bie, që Izraeli do të godas Turqinë, atëherë NATO do godas Izraelin? Kjo është logjika, domethënë është statusi 5 i NATO-s që për një herë është e përfshin domethënë mbrojtjen e Turqisë. Pra ka mundësia për luftën mes Turqisë dhe Izraelit është zero, është demagogji, është domethënë një dinakri e radhës e ebrejve për të justifikuar domethënë dhe për të kërcënuar domethënë vendet që janë të lëkundura dhe që nuk janë pro politikës domethënë që po ndodh tash në Gjirin Persik. Të mos harrojnë që për shembull Spanja, Franca në mënyrë të hapur, Macron ka deklaruar dhe ka dënuar këtë akt sulmi të Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit. Pra kjo është një përçarje, le të themi, e botës perëndimore, por që është e logjikshme pasi ky është një sulm pa precedent, pasi tashti po bëhen, domethënë, situata në Ukrainë duket si një ngjarje jo e veçantë, e veçuar dhe e largët, por një realitet që po bëhet akoma më i tmerrshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe kur një vend vendos kë do të vras, kë do të mbaj dhe të vendosë fatet e një populli apo të një populli tjetër. Kjo është një gjë, një piratëri e paparë, domethënë, që nga shekujt e mesjetës, dhe mi po kthehemi me njerëzimi po kthehet në mesjetë me armë moderne. E qartë. Mirë, zoti Pumo, për të mbyllur, ndërkaq, cilit shihni ju skenaret më të errët sa i përket pra këtij konflikti, dhe nga ana tjetër mendoni se ka ende shpresë pra për bisedime paqeje, apo ndoshta lufta është bërë tashmë betejë pa kthim? Luftë është bërë vërtet një betejë shumë vdekjeprurse për të gjitha palët dhe është gjithmonë bumerang që në fillim godet ti, pastaj të vjen të godet ty, dhe Izraeli po luan shumë me zjarrin, sepse duke pasur mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sigurisht që ai ka e përsi teknologjike, ushtarake dhe mbështetjen amerikane, edhe ndoshta edhe ata të anglezëve, edhe të ndonjë shteti tjetër si Gjermania mbase. Por është rrezikshme sepse mund të ndizet fitili i luftës botërore që mund të përhapet në shumë vende të tjera, sepse iniciatorët kryesor mendohet që kanë qenë Izraeli në radhë të parë dhe Arabia Saudite, që ka qenë në konflikt të vazhdueshëm domethënë me Iranin. Dhe këto domethënë dy vende domethënë kanë qenë iniciator në thelb për filluar luftën me Iranin. Flitet që tashmë edhe një ish aleat i Iranit që ka qenë Pakistani, ka për shembull kolaboracion dhe marrëveshje për bashkëpunim geostrategjik me Arabinë Saudite, dhe kështu që dhe Pakistani mund të përfshihet në këtë konflikt. Dhe ka të ngjarë që ai dhe mos harrojmë që Pakistani është një fuqi bërthamore. Pra, do të bëhet është një rrezik gjithashtu nëse Irani do të godiste, dhe po vërtet ai po fillon të godas shumë vende që janë ku ka bazat amerikane, dhe kjo nuk ka të sosur pasi Irani nuk është një shtet i vogël, Irani është shumë i madh, i jashtëzakonshëm, dhe Irani është një kuti e madhe e Pandorës që po hap ajo, domethënë do shpërthejë një luftë e jashtëzakonshme dhe të luash kartën për shembull e kurdëve, që janë një popull vërtet
që i është mohuar e drejta e lirisë dhe e vendit të tyre, që janë mbi 40 milionë, është populli më i madh në botë që nuk ka shtetin e vet, të luash kartën e kurve shumë e rrezikshme, sepse kjo mund të shkaktonte pastaj edhe vërtet shqetësime dhe konkrete dhe luftra ndoshta edhe brenda Turqisë, që e përmendëm më përpara, por edhe në Siri, në Irak, edhe në Iran. Qartë.